nis me ju. Tani, çfarë ndodh tani? A mjafton pezullimi për të garantuar hetimin, meqense mazhoranca kështu pretendon, pra që pezullimi mjafton? Mjafton pezullimi për të garantuar hetimin dhe për të mos prishur provat dhe intimituar dëshmitarët? Kjo është një histori tremujore tani, shumë që nga dhjetori. Interesante nga dhjetori si histori. Pa ajo që mua bëri përshtypje në këtë raportim dhe në lajm është që nëse para 2 muaj e ca mazhorancës masa e pezullimit i dukej shumë e rëndë, shumë ekstreme, e paligjshme, antikushtetuese, gjitha bashk, sot i duket shumë normale. Pra sot të dakord, mjafton pezullimi është normal, vetëm se na shtoni nga burgu me fjalë tjeshta se nuk dua ta. Pra sot po thot mazhoranca që nuk jemi për arrest, për arrest në burgu ose arrest në shtëpi ose masa e tjetër që pashikon 73 që i mbron, 73 me imunitet, por pezullimi është i mjaftueshëm. Pra e bën sikur ka kaluar gjithë ky debat që kemi bërë, ka bërë gjithë media, politika, gjykata kushtetuese, këto 3 muaj shkoi u zerua. Pra i pezullimi famshëm që ne kemi 3 muaj diskutojmë, ose institucionet jo ne, se ne kemi partajin punën, po parlamenti dhe gjykata kushtetuese ra. Sigur s'ka ekzistuar fare. Pra është normal që pezullimi tani që nga normal, që nga i rregullt, që nga kushtetues. Kurse për të këtyre pyetjes suaj kam bërë përshtypje në qendrim. Kjo është sepse keni pasur zhurmë madhe që u bë atëherë, antikushtetues, Po e çojmë kushtetuese, dakord, edhe pritëm pak të kryeministrit që thotë, presim flasi kushtetuesja, pastaj do vendosim për imunitet. Normale, gjë që nuk është normale. Nëse nuk është vërtet normale. Edhe thua sot është normale. Megjithatë, ky është qendrim politik. Ti kthem pyetjes tuaj. Shikoj, nevojat e sigurimit në një procedim penal i përcakton vetëm prokurori. Dhe i miraton vetëm gjykata. Pra nuk mundet asnjë institucion tjetër në Shqipëri, qoftë parlamenti, qoftë komisioni mandateve, qoftë vetë parlamenti, shumica ose kush do të jetë të përcaktojë nevojat e sigurimit. Është një funksion kushtetues i pavarur nga legislativi dhe nuk mund të përcaktojë nevojat e sigurimit. Dhe mënyra se si janë shprehur anëtarët e mazhorancës në komision është për në vlerësimin tim është në shkelje hapur të parimit bazë të funksionimit të shtetit demokratik që jemi ne, të pavarësisë pushtetit gjyqësor. Deputetët dhe parlamenti mund të shprehet për të drejtat që ka ai që jep kushtetuta në raport me imunitetin, me mbrojtjen e deputetit. Por nuk mundet të marrë atribute që i takojnë pushtetit gjyqësor. Ai mund të thotë që po, ne mendojmë që nuk japim, nuk i heqim imunitetin për shkak se nuk provohet, ka arsye të tjera të natyrës politike, të natyrës shkaqeve të tjera që mund të jenë të ndryshme të procedimit penal, po jo sepse vlerëson parlamenti që nevojat e sigurimit të hetimit penal mbulohen me masë e sigurimit pezullim nga funksioni publik. Ky është një atribut. Po në fakt, pezullimi, a mjafton për të garantuar procesin, pra për të mos prishur provat, për të mos intimiduar dëshmitarët, pra që procesi dhe hetimi të vijojë normalisht apo? Në analizën tonë mund të bëjmë, si profesionistë mund ta vlerësojmë, nëse në kushtet ose rrethanat konkrete sa sa njohim ne publikisht, aty se ne nuk e njohim gjithë dosjen. Ne njohim asa na japin gazetarët, sa tha gazetarja kishte paraqitur sot prokuroria disa provat të reja, le të themi. Si ish prokuror, nëse do në çdo rast që në një procedim penal një person në hetim ose i pandehur, do kryen këto veprime absolutisht do ishte marrë masë e sigurimit në arrest në burg. Nëse do provojë që një i pandehur në hetim do intimidonte dëshmitarët, nëse provohet këtë fakt dhe me ato që u thanë raportoi gazetarja, që raportoi gazetarja, po se seanca me dyert mbyllura, dakord. Fakti që me dyert mbyllura ka pasur edhe shumë rrethana dhe detaje të tjera që nuk i di, unë jam i sigurt që ka pas. Por i sigurt në sensin e mendoj si ish prokuror që aty thuhet shumë shka që nuk del jashtë. Por në çdo lloj procedim penal, nëse një pandehur ose person në hetim kryen tilla veprime të provuara dhe nga mjetet ligjore të krimit të provës, si ishte përgjimjes konkret, natyrisht do merret masa ekstreme. Pra pak është justifikuar për të kërkuar një masë arrest në burg. Pastaj dhe nuk mund të themi që në këto kushte konkrete për procedim penal është mjaftueshëm pezullimi, sepse pse izolimi personit, pezullimi shmang mundësinë e ndryshimit të procesit penal për shkak të funksionit, pra personi nuk është më në funksion, se kjo është normale dhe nuk mund të prodhoj dokumenta të rinj, të ndërhyrë në dokumentacion, po një person i lirë që provohet natyrisht gjithmonë, gjithmonë se provohet që ka kryer veprime intimidimi për dëshmitarët, ose atëherë ndaj të personit të marrë masë tjetër sigurimi. Sepse ne kemi ndërhyrë në hetimin penal në këtë rast. Kemi ndërhyrë në hetimin penal. Pra, pushteti legislativ në këtë rast ka ndërhyrë drejt për drejt në pushtetin gjyqësor, që
do të ketë pasoja, në fakt sigur se ka filluar të ketë pasojat politike. Ja dalemi te pasojat, pak më vonë, po thjesht për të kuptuar se ka ndodhur sot. Unë kam ndjekur me shumë mendje procesin nga momenti i kërkesës së pezullimit, vajtjes çështën e gjykatës shtetësuese, çështjen e përfshirjes në imunitetin e ministrit të ndalimit të pezullimit e tjera. Është një debat shumë i rëndësishëm, por që në gjykimin tim është një debat i kryer, ose mbrojtja që është bërë në këtë rast, Zoti Balluku pavarësisht emrit, po mbrojtja që i bën një antar i qeverisë, në vlerësimin tim, e kam thënë, është plotësisht në kundërshtim me parimet kushtetuese të ndërtimit të shtetit demokratik dhe parimin kushtetues të pavarësisë sistemi gjyqësor në një shtet demokratik. Okej, zoti Ndreca. Apo tregohet parlamenti jo bashkëpunues me drejtësinë, se tani që kur është krijuar SPAK, mazhoranca ka thënë që ne jemi të gatshëm të mos pengojmë hetimet me veprimet tona. Prokurorët e përforcuan dhe sot kërkesën e tyre, me provat e reja që kanë sjellë sipas asaj që tha edhe gazetarja jon. Pse duhet mazhoranca ta rrëzojë kërkesën e SPAK? Unë mendoj e para, në ndryshim nga ajo çfarë tha zoti Muçi, që kuvendi nuk mund marrë atributet e pushtetit gjyqësor në këtë rast. Është absolutisht kompetencë e legislativit në këtë rast, madje pushteti gjyqësor nuk ka asnjë atribut ndaj pushtetit legislativ apo të antarit të tij mbi masat e sigurimit të kësaj natyre që kërkohet. Jo pa qëllim, kushtetuta ka vënë filtr për këto funksione, ku përfshihet deputeti, po nuk është vetëm deputeti, është antar i gjykatës lartë, është antar i gjykatës kushtetuese, është antar gjithë antarët e lartë të një organi kushtetues. Jo pa qëllim, pra kushtetuta ka vënë një filtr dhe ky filtr është kompetent